Pasi dolën nga shtëpia më e famshme në Shqipëri si një çift, me sa duket, punët nuk po shkojnë mirë për ata të dy, po flasin për Eglitakun dhe Gjestin. Çifti ose ish çifti që pas përfundimit të spektaklit nuk janë parë në asnjë event bashk. Së fundmi këngëtarja Eglitaku ka ndarë një postim me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. Në njoftimin e publikuar ajo ka bërë të ditur se të shtunën do të udhtojë drejt vendlinjës së Gjestit në Pej, ku do të përfilmojë disa nga këngët e saj më të njohura. Ky lajm ka ngjallur reagime të shumta në rrjet, duke bërë që fancat e saj dhe të Gjestit të komentojnë me entuziazëm. Kujtojmë se raporti i Gjestit dhe Eglit vazhdon ende të jetë në qendër të vëmendjes. Normalisht në koncertin e së shtunës, ku Egli do të performojë në Pej, do të jenë të shumtë ata që do ta pyesin për Gjestin. Por se çfarë do të ndodhë, na mbetet vetëm të presim ditën e shtunë.